Mirë, do të vjen flasim për Partinë Demokratike, për opozitën, ashtu siç ka raportuar edhe MCN, përfaqësuesit e disa partive opozitare në Vlorë janë bashkuar duke krijuar frontin opozitar rreth një vit përpara zgjedhjeve lokale. Qëllimi i këtij fronti është bashkimi i opozitës me synim forcimin e saj përballë mazhorancës. Ftesa u është dërguar gjithashtu edhe partive të vogla, Partisë Mundësia dhe Shqipëria Bëhet, të drejtuara nga Agron Sheaj dhe Adriatik Lapaj, por deri në këto momente është refuzuar. Për të folur më shumë se sa shanse në fakt ka kjo opozitë të fitojë Bashkinë e Vlorës në vitin 2027, unë kam një komunikim të drejtë për drejtë të zotin Gjergj Nika, antari i Këshillit Bashkiak, por gjithashtu edhe një prej zërave kryesor të opozitës në Vlorë. Zotin Nika, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zotin Nika, fillimisht e kujt ishte ideja për të krijuar frontin opozitar dhe cili është qëllimi? Çfarë synohet të arrihet? Aktualisht ky front lindi ideja duke pasur parasysh prej një vit e gjysmë, ne jemi 8 bashki forcave opozitare në Këshillin Bashkiak, 8 parti, dhe këto 8 parti përfaqësohen nga 17 këshilltarë në Këshillin Bashkiak. Duke qenë që ky front ose më saktë kjo sintoni ka funksionuar më së miri në Këshillin Bashkiak, në të cilën ju e keni parë shumë mirë që të paktën Bashkia e Vlorës është goditur shumë politikisht, është goditur shumë edhe në kundërshtyra të tjera për çdo lloj projekt vendimi dhe abuzimi, duke pasur parasysh të ecurinë në këtë Këshill Bashkiak, atëherë ka ideja e lindi drejtuesit politik të ri Partisë Demokratike, i cili është zoti Bylyk Bashi, dhe ftesa erdhi nga ai. I takoi të gjitha partitë që marrin pjesë në Këshillin Bashkiak, nga Republikania, PDU-ja, Legaliteti, Balli, Agraria dhe shumë parti tjera, përveç se partive të cilat janë parti le të themi parlamentare në thojza ose të Këshillit Bashkiak, edhe partitë të tjera, dhe iniciativa të gjithë i thamë një zëri po, sepse jemi në kohën e dur për të bërë diçka të mirë për qytetin dhe për të marrë një rezultat sa më të mirë në zgjedhjet e 2027. Kjo është mënyra më e mirë për të ecur përpara, sepse ne duhet të mbledhim çdo lloj fraksioni, çdo lloj muskuli, çdo lloj zë opozitarizmi në mënyrë që rezultati të jetë pozitiv në 2027. Në fakt, sa janë mundësit, sa janë shanse që opozita të fitojë në 2027, duke patur parasysh faktin që Vlora, pra Bashkia e Vlorës është një bastion i majtë dhe prej shumë vitesh, paktën që prej vitit 1997, në mos gaboj, nuk është fituar nga opozita. Shiko, ne filluam një vit përpara këtë front opozitar duke pas parasysh që edhe në qoftë se do kishim problematika rrugës, do kishim kohën e dur për t'i sqaruar dhe për t'i diskutuar. Shanset për të ndryshuar Bashkinë e Vlorës janë 50-55%. Pse? Sepse ne kemi analizën e zgjedhjeve të nëntorit të 2025-s, të zgjedhjeve të pjesshme, ku votuan 12% e qytetarëve, ose më saktë, kryetare e bashkisë është ilegjitime, po të themi, tjetër gjë që e lejon ligji. Është bërë kryetare e bashkie me 7% votave të qytetarëve. Nga 172.000 veta që votojnë në qytetin e Vlorës, ka marrë vetëm 12.000-13.000 vota, ose më saktë, Partia Socialiste nga zgjedhjet lokale të vitit 2023 në vitin 2025 i mungojnë 13-14.000 vota. Është rritur shumë fasha gri, është rritur shumë indiferentizmi të majtëve, të cilët edhe të majtët dhe qytetarët nuk e duan më që bashkinë ta drejtojnë të majtët, sepse e kanë parë që në 2 vitet e ardhshme, në 3 vitet e ardhshme janë ndruar 3 kryetar bashkie dhe përsëri në qytet janë të njëjtat problematika. Kjo ideja është që këtu duhet të krijohet një front për të mbledhur të gjitha ata persona të cilat bendojnë ndryshimin, për të mbledhur të gjitha ato parti të cilat janë për të rrëzuar rilindjen e pushtetit, për të mbledhur të gjitha ata intelektual të cilët urbanist, inxhinier, doktor, të cilët mendojnë që mund ta ndryshojnë qytetin. Ka ardhur momenti që intelektualët, qytetarët dhe të gjitha ata zëra që besojnë në të vërtetë ndryshimit duhet bëhen bashkë për të ndryshuar diçka për mirë. Ndërkohë, zotin Nika, kur flasim për uljen, le të themi, ose rritjen e pakënaqësive ndaj të majtëve, por edhe uljen në zgjedhje, nëse flasim dhe referohemi zgjedhjeve të kaluara lokale, kishte një rënje të pjesëmarrjes me 12%. Por nga ana tjetër, edhe Partia Demokratike, pra opozita, ka patur një farë tkurrje dhe një farë zvoglimi në vota. Çfarë duhet të bëjë ndryshe Partia Demokratike pasi
Ne kemi parë që vazhdimisht faktikisht janë denoncuar në Këshillin Bashkiak edhe çështje të ndryshme, por që duket sikur nuk kanë mjaftuar. Ajo, po t'i bazohemi të zgjedhjet e nëntorit 2025, ne kemi parë dy element, që elementi parë është Partia Socialiste është kurrur, sepse vetë socialistët nuk e besojnë më Partinë Socialiste. Ndërsa për sa i përket votave të kurrura të Partisë Demokratike, unë mund të them që erdhi nga një vendim i gabuar i Partisë Demokratike, duke mbështetur një kandidat i cili ishte një kandidat nga shoqëria civile, i cili nuk vinte nga strukturat dhe me të vërtetë nuk ishte një kandidat politik. Ne është mase nuk na pëlqen ta themi, por të dyja partitë, si Partia Socialiste, si Partia Demokratike, sa herë që vën kandidat jo politik, gjithmonë të kurren votat. Sepse dhe kandidatët politik brenda tyre, gjysmë politik ose më pak politik, duhet të tërheqin të gjithë strukturën dhe të organizojnë të gjithë partinë për të ecur përpara dhe për të maksimizuar votat. Duke marrë parasysh këto gabime, ne kemi krijuar këtë front për të hedhur gjërat në tavolinë dhe për ta intensifikuar luftën e opozitarizmit që mos jetë jo vetëm në Këshillin Bashkiak, por gjithë secila parti aleate, gjithë secili fraksion, gjithë secili intelektual të bëjë pjesën e tij në mënyrë që të vemi në zgjedhje të shëndosh. Të shëndosh, kur do të them që të vemi në zgjedhje me asete, të vemi në zgjedhje duke rritur frymën në qytet, gjithashtu dhe duke goditur sa më shumë dhe duke goditur të gjitha abuzimet që bëjmë nga qoftë nga bashkia, qoftë nga partia pushtet. Krijimi i këtij fronti opozitar, i cili ishte vetëm ditë që u takuam, ishin vetëm pjesa e parë, do intensifikohen takimet, mund të kemi takime çdo 2-3 javë, në mënyrë që të bashkohen sa më shumë rreth vetes. Fronti ka filluar në 10 parti opozitare, unë besoj që brenda shtatorit do jenë diku te 16-17 parti opozitare që do t'i bashkohen frontit, dhe një nga pikat më kryesore të këtij fronti do jetë që në përfundim të gjithë të kësaj strukture dhe ngritjes të një plani pune për gjithë të vitin që do çojnë në zgjedhjet e 2027-s, të kenë dhe një dakordsi që në qytetin e Vlorës të dalë vetëm një kandidat në mënyrë që mos të ndahet vota dhe kandidati të jetë dakordsi e të gjitha palëve dhe të gjitha tavolinës së frontit opozitar. Por deri më tani, partitë e reja si Mundësia apo edhe Shqipëria Bëhet nuk janë bashkuar, pra kanë refuzuar këtë front opozitar. Sa e dëmtojnë këto dy forca, Partinë Demokratike, flas nëse këto futen të veç në këto zgjedhje, pra të ndara. Sa është pesha e këtyre dy partive, pesha elektorale e tyre, duke qenë se Agron Shehaj, për shembull, kryetari i Mundësia është edhe nga Vlora. Unë nuk besoj që qoftë Mundësia, qoftë Shqipëria Bëhet kanë refuzuar. Ajo përgjigje që gjatë kemi marrë ka qenë, ose më saktë që më thanë, sepse nuk se kanë folur personalisht, ata kanë thënë që jemi duke parë dhe jemi duke studiuar reformën territoriale për të vepruar në një moment të dytë. Ata janë duke marrë kohën e dur për t'ju bashkangjitur një qëndrimi i cili do të vi nga lart poshtë. Unë po ju kujtoj që ky front që u krijua nga poshtë duke ikur lart. Do të thotë që është një iniciativë lokale, është një iniciativë të gjitha forcave politike lokale, ato forcat të cilat e kanë marrë dakordsinë lart, patjetër kanë edhe qëllimin lart se shumë prej atyre forcave janë aleat Partisë Demokratike prej shumë vitesh. Unë nuk besoj që Mundësia, Shqipëria Bëhet dhe të tjerë nuk do rinë jashtë i frontit, sepse ne kemi shembullin më të mirë në zgjedhjet e 2025-s, ku ndarja e të gjithë këtyre partive humbi në gjithë Shqipërinë diku te 12-13 mandate, si Partia Mundësia, si Shqipëria Bëhet edhe në parti tjetër e vogël. Kështu që në një analizë matematike dhe një dakordsi që do rrinë në kohën në vijim, unë besoj që të gjitha partitë do bashkohen rreth këtij fronti, qoftë në Vlorë edhe në qytete tjera, nëse do intensifikohet për të bërë një gjë e tillë. Por kujtojmë faktin që gjithmonë edhe Partia Mundësia, por edhe Shqipëria Bëhet, në fakt qoftë edhe në zgjedhjet e parlamentare kanë refuzuar të bashkohen me Partinë Demokratike. Çfarë ju bën optimist që këto dy parti do të bashkohen me frontin opozitar për bashkinë e Vlorës? Unë besoj që nëse këto dy parti duan që me të vërtet, pasi dhe Mundësia dhe Shqipëria Bëhet kanë peshën e tyre si në Vlorë, si në qarkun e Vlorës, nëse me të vërtet ata duan ndryshimin, unë besoj që mund t'i lënë mënjan hatërmbetjet ose qefmbetjet dhe të bashkohen për një të mirë të përbashkët për ta prur opozitën në pushtet.
Ideja është këtu që në momentin që jemi për të bërë një gjë dhe për të luftuar për diçka, të gjithë duhet ta bëjmë së bashku. Në qoftë se ndahet si mundësia, si partitë e tjera, si dhe në një fraksion tjetër, nuk do na shojnë asnjë vend, do fragmentizohet vota dhe nuk do kemi një rezultat të mirë. Unë besoj që edhe po ja them me plot bindje, pasi të paktën në Bashkinë e Vlorës, duke pas parasysh që e njoh me detaje si pjesën e elektoratit, kudo si votat, si qendrat, si edhe bashkinë, unë besoj që në qoftë se të gjitha partitë bëhen bashkë, të gjithë fraksionet bëhen bashkë, të gjithë spektret e djathta ose forcat opozitare bëhen bashkë. Gjithashtu, po të luftojmë që neve të fusim të arrim që të thithim edhe elektoratin ngrit, Bashkia e Vlorës pa më shumë se 27-28 vitesh kthehet në favor të opozitës. Gjithsesi, kësaj nisme tonës, këtij fronti opozitar, do jetë finalja e këtij fronti, do jetë dalja me një kandidat cilësor, me një kandidat qytetar, me një kandidat intelektualist provuar, edhe me një listë të këshilltarëve të jetë një listë shumë e mirë, të jetë një listë e cila do garoj, domethënë do japi vlera, unë e garantoj që Bashkia e Vlorës thyet dhe kthehet djathtas. Zoti Nika, ju aspironi të kandidoni për kryetar bashkie? Unë jam gjithmonë i hapur për bashkëpunim, jam gjithmonë i hapur për dhënë një kontribut në qytet, jam gjithashtu atë kontribut ne e japim në Këshillin Bashkiak. Gjithmonë kandidatura ime do jetë pjesë e tavolinës së frontit opozitar, ku do diskutohet me gjithë aleatët. Tu nuk është se do zoti Nika, tu mund të aspiroj jo vetëm unë, por çdo lloj kandidature do hidhet në tavolinë, do gjykohet, do shikohet, do kalojë në analizë cili është ai kandidat që maksimizon votën. Unë mund të jem një prej tyre, por gjithmonë dakordësia do jetë e të gjitha aleatëve dhe të gjitha palëve për të futur në garën e 2027-s. Ke patur bisedime me lidershipin qendror, zotin Berisha? Jo, bisedimet kanë qenë në nivel lokal, por nuk kam pasur bisedime në nivelin qendror, por në qoftë se do ketë, pse jo, jam i hapur për çfarë do lloj bisedimi në mënyrë që të ndryshoj politika dhe Partia Demokratike të pushtet ose opozita, cilat do prej tyre, nuk ka lidhje. Ndërkohë, zoti Nika, një prej figurave kryesore të Partisë Socialiste, kryesisht në qeverisjen e Fatos Nanos, Arben Malej, ka deklaruar se do të dalë si kandidat i pavarur për Bashkinë e Vlorës. A mendoni se kandidatura e tij do pson mazhorancën apo opozitën? Unë besoj që kandidatura e profesor Malejt është e mirëpritur në qytetin e Vlorës. Zoti Malej ka një emër të mirë në Vlorë, si politikan, po edhe si intelektual dhe djalë i këtij qyteti. Mos harrojmë që në zgjedhjet ku ai ka kandiduar i pavarur, ka marrë diku te 4.000 vota në qark në atë periudhë. Tani ka ndryshuar reforma territoriale, por unë besoj që zoti Malej do pson më shumë partinë në pushtet, Partinë Socialiste me vota, pasi edhe vetë rrjedhja e tij gjenetike vjen nga ajo parti. Në qoftë se zoti Malej merr pjesë në zgjedhje, unë jam shumë i sigurt që minimalisht do të heqë Partia Socialiste nga 5 deri në 8% të votave. Edhe diçka të fundit, zoti Nika, Vlora duket se është e para, ndoshta e vetmja që po përgatitet për zgjedhjet lokale për bashkinë. Pra, ndërkohë që le të themi ka një paradoks pasi zoti Berisha vazhdimisht e përsërit se me kryeministrin Edi Rama nuk ka zgjedhje, se ai i vjedh votat. Çfarë mendoni për këtë? Unë besoj që Vlora është e para se gjithmonë ka qenë e para dhe për mirë dhe për keq. Për fatin e keq dhe fatin e mirë, por unë besoj që ne kemi mësuar nga gabimet e gjithë këtyre viteve, sepse jemi të gjithë njerëz që jemi politik prej shumë vitesh, dhe e vetmja mënyrë për të bërë diçka të mirë është që njerëzit që punojnë, njerëzit që më të vërtet kanë vlerat, i ofrojmë në xhirin ton në mënyrë që të bëjmë ndryshimin. Në qoftë se ne nuk ofrojmë kapacitetet intelektuale, njerëzit me vlera, qytetet do vinë duke u degraduar. Pastaj për pjesën që zoti Rama i vjedh zgjedhjet, zoti Rama i vjedh zgjedhjet që ditën e parë që fiton zgjedhjet. Për vjedhjet e zgjedhjeve të 2027-s apo 2029-s, qeveria në pushtet që ditën e parë fillon duke filluar
duke filluar, duke bler zgjedhjet me anë të bizneseve, me anë të tenderave, me anë të investitorëve strategjik dhe me shumë gjëra të tjera. Kështu që unë besoj që në qoftë se neve bëjmë një reformë territoriale të mirë, reformë territoriale duke mos i ulur bashkitë, duke i dhënë qyteteve aksesin në mënyrë që të bëjmë shërbim për qytetarët. Dhe në qoftë se bëjmë dhe një reformë zgjedhore për 2029 shumë të mirë, unë besoj që ndryshon pushtetin në gjithë Shqipërinë. E qartë. Zoti Nika, faleminderit. Meci. Faleminderit juve për ftesën.